Rinia e përjetshme është një sheg e kuqe. Shkencëtarët kanë zbuluar se brenda këtij fruti të kuq, të bukur dhe plot kokra të vogla, ku për një sheg mesatare mund të ketë 600 deri në 800 kokra brenda, diçka interesante që unë se dija dhe besoj që dhe ju nuk e dinit, është që brenda këtij fruti fshihet një hero i vogël i quajtur Urolinth A. Dhe ai po sfidon plakjen. Por çfarë ndodh kur ky Urolinth A futet në veprim? Ai nis pastrimin e qelizave të vjetra dhe i zëvendëson ato me të reja. Thjesht imagjinoni një ekip të vogël pastruesish në trupin tuaj duke hequr pluhurin e viteve të tëra. Në studimet e fundit, 50 persona morën këtë përbërës dhe për 28 ditë, bum, qelizat e tyre u ringjallën sikur dikush të kishte dhënë një update dhe imuniteti i punonte shumë më shpejt. Dhe po, lajmet e mira nuk mbarojnë këtu, sepse shkencëtarët besojnë se ky përbërës mund të ndihmojë edhe në trajtimin kundër kancerit, duke i bërë qelizat tona imunitare super të fuqishme gati për betejë. Kështu që herën tjetër që blini një sheg, shihini si një frut që i bën qelizat tuaja të ndihen në moshën 20 vjeç.